Unë quhem Viktor Kume. Në moshën 23 vjeç kam filluar punë në fabrikën e qelçit në Tiranë. Mbas ndryshimit të sistemit, mora rrugën dhe ika në Greqi. Për 30 vjet kam punuar në Mikono. Aty mësova zanatin suvaxhi, pllakaxhi, si gjithë shqiptarët, dhe aty ndjenja prej 30 vjetësh. Mbas 30 vjetësh u ktheva në fshatin tim ku kisha lindur. Aty bëra një shtëpi tradicionale, fshati me gur. Në momentin që bëra shtëpinë, mendova që po shikoja që po zhvilloi turizmi. Dhe mendova të bëja 4-5 doma. Fillova, ndërtova 4-5 doma. Në momentin që mbarova hotelin, prisja njerëz për në hotel. Por në atë kohë, mua më vinin njerëz për të ngrënë. E donin ushqim. U detyrova pasaj, ndërtova një kuzhinë tradicionale e fshati, edhe aty pash që kisha shumë sukses se më vinin të gjithë për ushqimin tradicional. Plus hotelit që kisha, fillova dhe me restorantin. Aty filluam një biznes të vogël me gjithë gruan. Fëmijët i kam akoma në emigrim. Me kalimin e kohës do kthehen në ndihmën tonë. Megjithatë, jemi shumë të kënaqur me turizmin, me njerëzit që na frekontojnë. Megjithatë, ne do përpiqemi të bëjmë më të mirën. Sa banor ka Poliku? Fshati Peshtan ka rreth 30 familje, mos themi 32, po 30 që janë, që miren sa me bujqësi, me lule, me bimë medicinale. Kam hapur nga një dhomë për turista. Do me thënë, ka filluar një aktivitet i vogël në fshatin Peshtan. Bazuar në shembullin tuaj. Me shembullin se kemi dhe një bujtin tjetër që quhet Bujtina Peshtan, Villa Goliku, janë hapur dhe një 2 shtëpi që i kam bërë shtëpi pritje, kur i thonë familjare, edhe po shohim që ka sukses. Megjithatë, turizmi është në zhvillim. Po këto bimë medicinale, ku i marrin njerëzit në mal? Bimët medicinale njerëzit i mbledhin në mal. Lule të ndryshme edhe me atë mbijetojnë. Ju e thatë që kjo pjesa këtej, po themi nga Zagoria, ka dhe shtigje. Po, këtu na ndihmon shumë rruga ose shtegu që të çon në Zagorie. Për sa orë vetëm? Për në Zagorie që të sesh me ndërprerje. Vinë në Peshta, arrin një natë. Pastaj marrin rrugën për 3-4 orë vjen në Limar. Aty ka dhe një bujtin tjetër. Për 3-4 orë që vjen. Mbas Limarit vjen në Shepe. Ditën e 3 edhe të 4 i ngjiten malit të Dhëmbel edhe zbresin përmet. Edhe kjo rrugë, ose si ta thonë ky shteg, ndihmon shumë turizmin në Peshta. Këto shtigje kanë qenë nga për tregtarët, janë përdorur apo nga ushtria? Jo, këto shtigje kanë qenë sepse njerëzit në këto rrugë vinin në fshatrat e tyre. Zëbrisin nga Zagoria, për shembull ne kemi afër Kalan. Kalaja e kishte afër të zbrisje në Peshtan të dilte në rrugën kryesore. Pastaj fshati Kalash i lidhur me Limarin, me Malshovën, domethënë ishin të lidhura rrugët. Kurse tashti këto rrugë që kanë qenë, turistat po i shfrytëzojnë për shtigje, për të kaluar dhe për të kaluar, domethënë bëjnë ecjet e tyre, kënaqen, domethënë u pëlqen shumë natyra,
Vendi që është i egër, malor, do më thënë të gjithë që vinë lënë bresa, do më thënë shkruajnë, jemi të kënaqur, është shumë vendi bukur, do më thënë thonë për shumë që këtu është paradisje, do më thënë është një gjë shumë e bukur, do më thënë këtu kanë gjetur me vërtet, është një turizm i lezetshëm. Dhe njerëzit them, po janë shumë të kënaqur. Jemi në maj tash, dhe kemi këtë rrushin. I rëndësishëm rrushi tash. Tash me rrushin plus që bëjmë raki, verë. Ç'a nxjerr tash rrushi? Tash rrushi nxjerr bistaku. Dhe fillojmë tarjen, e lidhim, në kohën pastaj që rritet, më të shumtin unë si Viktor për shembull në Villa Goliku, unë këtë shërbej në për tavolina, qiras turistat. Këpus nga vreshti dhe i nxjerr në tavolinë. Ky rrush vendi? Ky është rrush që ka mbjell, është shesh i zi, domethënë korith, rrush i bardhë, domethënë nga të gjitha varietitetet. Edhe këtë më shumë e bëj për turistat. Tjetër çfarë rrisni këtu ju? Nga pemtaria? Nga pemët këtu bëhet çdo gjë. Gjitha? Të gjitha, vetëm pak do... Po, qërshi. Fik, rush, ar, moll. Po, është arë lartë, po. Po dhe këtu, dhe kemi, do më thënë, moll, do më thënë, ullinj. Unë kam rreth 60 të rënj ullinj, vajnë e bëj vetë. Do më thënë, më para këtu ka qenë vetëm ferra, pyll. Çdo gjë është ndërtuar nga e para. Tu ka qenë toka e familjes? Toka e familje, po ka qenë pyll, se kishim ikur të gjithë. Në momentin që kishim ikur të gjithë, ishte braktisur vendi. Po tash janë kthyer ta bashkëtarët? Ja, shumë pak janë kthyer. Janë shumë pak. Sepse kanë ikur edhe është e vështirë të kthesh në fshat. Është problem edhe pak kjo pjesë e rrugës, këtu e ngushtë edhe... Edhe rruga është pak e ngushtë, po nuk diskutojmë rrugën, po është e vështirë ta ndërtosh prapë fshatin, se njerëzit kanë hedhur lekun në emigrim, në për qytete, edhe nuk u del, se të tërë duan të vinë në fshat. Po është një qikë vështirësi ekonomia. Ky mali këtu mbrapa, si ka emër? Këtu është Zastel. Zasteli, kemi mund afër pak poshtë majës, kemi një stan. Ai është stani i Zastelit i Malçovës. Malçovës? Jo. Neve për shembull varkmalet që kemi Shëndëlli, Trebeshi dhe Mbelën e Mërçk. Po. Këto janë të zonës këtu. Edhe Mali Golikut. Do të thotë ti je rrethuar me male këtu. Këtu jo që jemi rrethuar. Jo që jemi rrethuar me male, po këtu mund të thuash që mund të jetë ajri më i pastër, jo në këtë, po edhe në Evropë. Ndikon shumë nga Ureleglit, njerin 3 urat që thonë, është vjosa dhe gryke e vjosës e pastron këtë ajër dhe e freskon. Dimër behar është një ajër me gjithmonë është Maknicës. Kemi një këngë, ne? Gryke me Zhgoranit. Po, Dhe buçet nga Gryke me Zhgoranit. Po. Ka që rëndësishme ishte kjo Gryke me Zhgoranit? Këtu është bërë një luftë e ashpër midis gjermanëve dhe partizanëve. Edhe aty u vrave heroi ynë Asim Zeneli. Edhe i kanë ngritur këngën një zë po den nga Gryke me Zhgoranit. Kjo është ngritur për Asim Zeneli. Pra do më thënë, parë në viteve 90, ka qenë një pikë e rëndësishme strategjike. Aty ne festonim në kohën e Enverit, po në aty ku është bërë gjitha ajo luftë, në anë të lumit buron një ujë i ftohtë dhe ne festonim gjithmonë këtë fest me bira, me ranxhata që kishin atëherë, me mish të pjekur. Ishte vetmja fest që e festonin Peshtan me Zhgoran dhe Dragot, që mblidheshim, edhe mbas festimit ne bënim Spartakiadën që luanin futboll. Ishte me gjithmonë një mbres lënse që akoma e mbaj mend. Po sot kemi një fest që i mbledh 3 fshatra, 5 fshatra, ku diun. Tashti janë këto festat e shëmërisë, do më thënë janë këto... Festa kryesisht fetare. Këto festat fetare, me këto mblidhemi. Ja, për shembull në Peshta ne kanë 15 gusht. Në 15 gusht, unë që kur kam ndërtuar Villa Goliku,
Unë kam festuar me muzikë live. Edhe më jam mbledhur shumë fshatar. Plus që vinë dhe të zonës. Po vinë thuajse gjithë fshatarët dhe kujtojnë njëri tjetrin. Bëjmë takimet që na kanë munguar aq shumë. Duhet pra ca festa kështu. Po, ç'po them, edhe na ka ndihmuar shumë, se kemi qenë shumë të larguar dhe kishim kohë pa parë njëri tjetrin dhe nuk njiheshim. Se mosha bën dhe ndryshimin e vet. Po, nuk e njeh më njerëzit, po. Fytyrat ndryshojnë, të lodhura nga emigrimi, nga hallet. Megjithatë, shqyqyr Zoti, këto festa na kanë bashkuar. Tash ty nuk ka sjell vetëm po themin e dëshira për të hapur një biznes këtu. Ka sjell edhe ka thirrur edhe kujtimi, thash, unë kur erdha për shtëpi fshati. Nuk erdha për në fshat. Edhe të kujtoj atë kujtimet e fëmirisë ku isha arritur. Me ardhin, siç të thash, doli një ide për të bërë 2-3 dhoma lart që kisha me tarac. Pastaj dola bëm 6 dhoma, pastaj siç thash dolëm në restorant edhe kështu njeriu del ka në biznes. Tash një mesazh për shqiptarët, çfarë keni? Një mesazh për shqiptarët të kem që kush ka mundësi, se këto janë brenda mundësive, se nuk është se të tërë duan të bëjnë një bujtinë, të bëjnë një shtëpi, po të gjithë ata që kanë arritur një qëllim, duhet të kthyen në vendin e vet, e ta shijojnë sa kohë i ka mbetur. Se edhe unë ndonjë 30 vjet, po këtu po shijoj një jetë tjetër. Edhe është për të kthyer. Sado që mund të ketë vështirësi, po përballojmë. Ne përballojmë emigrimin, mos përballojmë vështirësitë në vendin tonë. Edhe kështu them që kush ka mundësi mund të kthehet. Viktor, ju falenderoj për bisedën dhe ju. Shumë faleminderit. Edhe unë ishte kënaqësi. Prodhim sa më të mbar, po themi. Faleminderit. Baçës që e ke bërë të bukur. Je i pari që po merr intervistë, unë nuk jap intervista. Jo, të falenderoj për. Hajde, rrof. Është vërtet.